vrarë në oborin. Krem i rënd ka ndodhur në Feriza i Orët e para të natës së kaluar në është vrarë nga bashkëshorti i saj në Brenda qytetin e qendrës Pezë. për punë sociale në komunën e Ferizaj, Dyshohet se 21 vjeçarja u vra nga ish bashkëshorti i saj 36 vjeçar. Dy akuzuarit Dardan Krivoqe për veprën penale vrasje e rënd nga neni 173 paragrafi 9 nën paragrafi 1.4 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës i shqipton dënim me burgim të përjetshëm. Këtu kanë të nërejsh balkonin i në kanë, aja ardhë si thmi, ka shkel edhe u dalë, edhe i ka met kama. Që kjo shej ka met e Marigyrës, për këtu i të nësën asën dalë, asën e lo këtë shpi gjithë mënën e që të për kësoj shpi e sën dalë. E kam kujtimet e Marigyrës, që ka ba, që ka lujtë, ka o shku. Momenti i fundit u kanë e hejtë u kanë aja ditë. Të mërkurën në jem shku. Kur jem shku në të banisa, kur minë gjithë që ma qelen derën edhe kur jem hi atë, ajde për ma banë gjyshe. Kur jem hi unë atë që i ka u kanë të dalë për dhëmëzve, qatë herë u qumë. Për Marigyrëna më dëkë që kish pas një shtej që ta. Edhe kur shkemi pas rësit mila, kur u erdhë s'pat. Aj një pasër që kish pas në tavolinë. Po më veta përdem kafe dhe shjetë se pita. Një pasësh në tavolin i shka një arbit. Se më si në rajetun e ta një arbin e njëpësha se kum njëftë në përpara. Ta një dita që, ma dha pasësh i ndërë, tha, që tha një pasësh të e kum gjithë, tha për vejti, tha, po më të rësktina, tha, pja marë për Marigyrën. Tha, shë e dishka tha shtin një sohet, tha, shika vjerë me viza, dishka, gjënë në që të lafe. Jo, tha, kur të shkujna bashkë. Edhe falem shë, a kështu i shkan katastrofë, sa shisha, sa senet, sa kur ertë njëse, ti zhvesh adeta, jo që zhvesh, po mua më dëkë që se dhja, sukur më ka nëj angel, më dëkë. Nejti që të e nejti, po në më lapë, si në kemë rana korë. Edhe në qështë që kesh nervoz, kësam hajtë Marigyrën sa ta qes një shaka, kafa shëpë dhe njëtë, sa mamë kur gjithë, sa s'pëdunës, sa shqepë ta qesë, po disha me shtim rena, me vesh shakeni që i s'folki që ka. Kur dritarin qëtu në kom lanë qelë, po ma bëmë shak i këzash Marigyrën dhe që tashtë, thash ka me dalë me rëkë, thash me këta, këti dijutin. Sa i mamë sa për të njënë, këtë për dritare. Sa më s'falë. Kur o qovë dërë, i qavi këta të tretë. Qëto, në Balkan. Unë gjithë e këmë partija të dyrt. Kër u dalë të dyrt, apet më qapi dhe ja ka dhanë një sy që të shpijës. Kër u dhe që më rauke në nërmen që shë ka këqyrë. Edhe më tha, imam, tha, shumë du. Te i për tha du. Tha shu i që kemë të ashtë, thonë, du tyje që shpëthu, ashtë, kështë pas aja, që ato të fundit e këshëm pasë, po se këna dit as njëma. Edhe shkoj e i këqyra.
deri në fund të atje të asfaltit. Edhe që ato ma se kum pa. Ma ka që kanë tre, dishka, një mesazh, kishte Mariguna. Se Mariguna, me sigurisht su kanë ble një jetë heqa, ja? Po ma banë, oj mamën së bë marak se jina të shkut e mëtra ja. Mëtra e këti. Edhe one e lash. Kur janë esë me thirë këta tofrit, këtina mëtra të vllazninja e kej, e të mete, me Marigunin a ki full, unë thisha s'kom full, po shka kene thisha qeni të të, a mu më shku menja mu që ka bët dishka, kur heq. E këqysha telefonin, thisha me dejka dishka, ma qesin telefon, dë menja jeme. Orë një shok i këtina, po më sa të valdet, tha, po me pësa pasushin e Marigunes. Që ato mu më kanë shlu kamt. Dhe si ka hinë kjo, thash ma be, thash kaldram. Bashka, thash kaldram, se ka dishka, thash pësini të më ka. Këta në morëm që i në zonë, tha qështë, tha Mariguna, tha kati. Por jam dalën me pa këfuma së kanë Mariguna. Për veshit të, ka pas bardhë, kejtë ze u kanë. I që ata mu së më kujtuhet Mariguna këfum, për shemëll që me di që ka dekë, që ata mu më rrenë gjithë anash, më rrenë katë shkaj, më duke të më vjen për mas, duke të punë kur të shkaj, e ka Marigunën, sidhna Marigunën e kam, vi këto, më të sakak si ti, më duke të Mariguna që shukon të kesh, të full, të hec, non-stop. Sa veprat i kish pas këj diu ti, këta me pas hinë mrena, dy që me thonë me këqyrë mirë me të fillu, qiken ma këshin gjetë në banis, edhe ma këshin për unë. Këta hesë interesonën. Njani ne këtë shkallë të nalë, njani pështë, unë ka në bërë, tha 48, tha 14 vjetë, po i kinë qikat. Edhe tha s'ka problem, sa kur përshkujna mi marë, tha po thëjnë me dëshirë, edhe tha s'u pidojnë. Tha ju tjetë 18 vjesh, apo mërcitësh, unë s'moj me paramendu jetën. Asë kur të... Për mu s'ka mirë ma kor heq. Është mos reagimi adekuat i institucioneve ai që ka qu deri tek vrasja e grave. Kemi raste ku gjyqtari nuk i ka besu viktimës edhe nuk e lëshon urdhrin mbrojtës. Për shkak të mungesës së urdhrit mbrojtës, vrasësi i afrohet viktimës edhe realizon vrasjen. Ende kemi problem të fajsuarit e viktimës, pra ende ka tendencë që kur një viktim shkon e raporton rastin te stacioni policor, polis me pyet çka ke bu, çka ke pas vesh, fatkeqësisht e dim që Dardan Krivaqa ka pas mbi 100 vepra penale, në qoftë se ai ish denu në kohë për këto vepra penale, nuk ish pas mundësi me ardhur deri tek vrasja, apo ndoshta edhe deri tek kontakti fare me Marigonën e cila ka qenë një vajzë e mitur, po fokusi duhet të jetë parandalimi. E parandalimi nuk bëhet 2 ditë para se me ndodh vrasja, po parandalimi vjen kur ne punojmë me të vërtet me shoqnin, kur ne rrisim djemtë dhe vajzat tona me undi të barabartë. Fakti që në Kosovë kemi abort sistematik të vajzave në mënyrë sistematike, me vite, me dekada. Fakti që në Kosovë kemi preferencë të djemve në përgjësi. Gjitha këtu jënë pjesë e qasoj mendësie. Gjitha këtu jënë pjesë që ajo preferenca, që ajo fakti që vajzat vlenë më pak, vajzat paguen më pak, vajzat nuk trashigojnë, apo gjitha këtu jënë çështje të ndërlidhura me njëna tjetrën. Gjitha këtu janë pjesë që asaj ide që jeta e vajzave dhe grave në Kosovë vlen më pak. Rënjet e dhunës janë më të thella, janë më komplekse. Për mu, dhuna në baza gjinore edhe dhuna ndaj grave është rezultat i seksizmit edhe dominimit edhe një tipit të caktuar të maskulinitetit. Është mënyra se si i shohim gratë dhe vajzat në kontekstin e shoqërisë tonë. Është diçka që inkurajohet, mësohet prej baballarëve, prej shoqënisë, apo që burrnia e cila, domethënë në një farë mënyre është e dhunshme.
edhe burnia e cila manifestohet me kontroll. Edhe më thonë, na duhet në një mënyrë me i po, dhe më thonë që kjo formë e burnisë është po ashtu të i shkaktu probleme dhe që aty në burrave, po sidomos që aty në grave që në lidhje me këta burra. Dhe janë kryer gjithashtu trajnime, investime shumë të mëdha në sistemin gjyqësor, në sigurinë, në polici, po ashtu në ndërtimin e mekanizmave në nivel lokal e të tjera. Megjithatë, të gjitha këto kërkojnë zbatim. Të gjitha këto kërkojnë ndjeshmëri gjinore, ndaj apo qasje të ndjeshme gjinore në rastet kur raportohet. Unë mendoj vetë fakti që është rrit lajmërimi, është në një farë mënyre arritje e besimit të qytetarëve ndaj institucioneve. Po ashtu Kosova është e para në rajon që e ka databazën më të sofistikuar të raportimit të rasteve të dhunës. Do me thonë, është në Ministrinë e Drejtësisë, ku jo në mujme ne kam mbështet me mendimin e BE-s. Sa i përket, si themi, detyrave të shtëpisë nga aspekti ligjor, Kosova është mjaft e avancuar. Mendoj që duhet gjithmonë të investojmë dhe të punojmë shumë në arritjen e vedisit të përgjigjemi të këto raste, me emergjencë në disa raste për të parandalu domethënë përsëritjen dhe vdekjen. Para 2 viteve kemi bërë me Ministrinë e Drejtësisë, kemi mbështetur zyrën e auditorit nacional për të bërë auditimin e performancës të shërbimeve ndaj rasteve të dhunës në familje. Dhe kjo i ka treguar gjithashtu të metat në sistem në përgjigje të dhunës. Kemi vërit që në shumicën e rasteve dhe nga puna me strehimorët, edhe në komuna nuk kanë këtë njohuri për këtë ndihmë financiare që mund ta marrin nga ligji i kompenzimit të viktimave. Prandaj është shumë e rëndësishme gjithashtu edhe mirë informimi i grave dhe vajzave në të drejtat e tyre që kanë në bazë të kornizës mjaft të avancuar ligjore që ka Kosova. Videogjërimet shihen që ndjera ka pasur një vdekje ngadalshme, vdekje me dhimbje të mëdha që ka sqaruar dhe eksperti i autopsisë. Është e rëndë për arsye se kur i sheh ata kriminalet aty përballë dhe është shumë e rëndë për çdo për ne, për familje. Na si familjar kërkojmë që me këtë gjenimi me vdekje, për arsye se ndryshe nuk nolën. Të vrasje, të dhuna nuk nolën. Pa harçaj ligj me vdekje, të cilën është në Amerikë, është normale. Do më hanë shalu presidentin që me ndërgu një dekret në parlament dhe më aprovu ligji për dhenim e vdekje. Ajo ka vdekje ndjera, tash në do të këtu për këta 3 fëmijë që i ki këtu, që së bashku me abdojt deri në fund. Për arsye se i ki fëmijët janë që kanë shkollum, janë një ndër, sidomos Miranda është një ndër nxënësit më i mirë në shkollë. Gjë ku më mban mua, unë edhe kur dalë në qytet, kur isha fshatarët e sajna, të kafiqet, kur isha të vendet, parkinget, kur isha rinia, parkton, më menjëm shkëllamenja që se kam pranë. Që zgjidhen pranë nesh. Kujtimet i kim lot fresta, po është rast që lën mas luktës është një dhe rastet më të rralla që ka ndodhur të në Kosovë. Sot flasim për jetët e shuara padrejtësisht. Sot flasim për gratë dhe vajzat që u privuan nga e drejta themelore, ajo e të jetuarit. Sot flasim për 10 raste të femicidit që kanë lënë plagë të pashërueshme në shoqërinë tonë. Sot flasim edhe për Marigonën, për një vajzë që meritonte të jetonte, të qeshte, të ndërtonte ëndrat e saj. Flasim për çdo ëndër të ndërprerë dhunshëm. Femicidi në Kosovë është plagë kombëtare, një plagë që thellohet sa herë shuhet një jetë, sa herë heshtet me forcë një zë gruaje.
Dhe përderisa synojmë të ndërtojmë një shoqëri që e dënon dhunën me vendosmëri, një nën ende ndihen hapat e vajzës së saj brenda shtëpisë. Një baba që sa herë sheh rinin duke buzëqeshur, kërkon hijen e vajzës së tij. Dhimbja e tyre është dhimbje se cilës familje në Kosovë që ka humbur një nën, një motër, një gjyshe, një vajzë. Ajo dhimbje është plagë e përbashkët, sepse humbja e tyre është humbje e të gjithë vendit. E vërteta është e dhimbshme. Marigona ashtu si shumë vajza e gratë të tjera nuk u vra vetëm nga dora e një kriminali. Ajo u vra edhe nga dështimet sistematike të institucioneve të sigurisë e drejtësisë. Nga një sistem që shpesh ka heshtur, pikrisht atëherë kur gratë dhe vajzat kanë kërkuar mbrojtje. Parandalimi është hapi i parë ku duhet të thyhet cikli i dhunës. E po aq sa parandalimi, reagimi me njëhershëm është jetik, sepse vonesa në këto raste kushton me jetë. Si presidente e Republikës e përsëris zotimin tim të palëkundur, drejtësia duhet të funksionoj pa kompromis. Çdo institucion duhet të mbajë përgjegjësi. Nuk kemi hapësirë për justifikime. Nuk kemi më kohë për vonesa. Jeta e grave dhe vajzave është përgjegjësi e secilit prej nesh. Por kjo betejë nuk fitohet vetëm me institucione. Fitohet në familje, në shkolla, në vendet e punës dhe në çdo hapësirë ku ndërtohet jeta jone e përditshme. Nëse nuk e ndryshojmë mendsinë patriarkale, nëse nuk e zhdukim fajësimin e viktimës, nëse nuk edukojmë djemt e vajzat me respekt dhe barazi, atëherë tragjedit do të vazhdojnë. Dhe këtë nuk guxojmë ta lejojmë. Misioni ynë i përbashkët është të sigurohemi se asnjë jetë tjetër nuk shuhet nga dhuna. Kjo betejë nuk do të ndalet kurrë. Për Marigonën, për çdo grua dhe vajzë të Kosovës, për të ardhmen tonë të sigurt dhe në paqe.